Nëse njeh një njeri që përdor substanca, mos e gjyko, mos e krahaso me të tjerat, mos vëre etiketa si drogaxhi, por mundohu ta kuptosh, sepse asnjëri nuk përdor për qef, asnjëri nuk dëmton veten e vet për qef, por e ka gjetur si zgjidhje të disa gjërave që i rëndojnë shumë, mbase ka ndodhur në fëmijëri, në të kaluarën e vet. Dhe vetmja zgjidhje, vetmja moment që qetësohet pak është kur përdor, edhe se është zgjidhja më e dëmshme që ka gjetur, por në këtë moment ka gjetur një zgjidhje, kështu që mundohu ta kuptosh, mundohu ta pyesësh për çfarë ke nevojë, mundohu t'i thuash çfarë mundet të bëj për ty, nëse dëshiron ta ndihmosh, por pa e gjykuar, pa e krahasuar, sepse një njeri që është përdorues nuk e bën për qef, e bën sepse gjen pak lehtësi. Kështu që jepi mundësinë derisa të gjej një zgjidhje tjetër për të përballuar situatat që rëndojnë dhe lëndojnë më shumë. Mos e gjyko një njeri që është përdorues, por kujdesu për veten.